Live from Tirana. Live from Tirana. Kemi një të ftuar special, një artist madh do jetë me ne, Ardian Trabicka. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na erdhe Ardian. Përshëndetje. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit tonë dhe të premtoj që do të kemi një rrugtim artistik tëndi Për çfarë bukur. Kënaqësia është e ime. Pa humbur kohën, them e ngasim timonin ton me këngën e parë, me fustanin Dredha Dredha që është një ndër hitet e tua. I vitit 2003 nga albumi Do bëhem cigan. Me fustanin Dredha Dredha na u drodhën fustanet, na u drodhën telat. Më thuaj pak Ardian, tani që kthehesh në kohë, si duket kjo këngë? Po çfarë emocionesh të ngjall? Apo si lindi si kujtimesh? Atëre pak më përpara se të hyja në studio, ju thash janë disa vepra artistike, të cilat në fillimet e para kanë atë lloj naiviteti, në krijim, në këndim, dhe të them të drejtën ndjeje nostalgji, sepse është një emocion që përveç se nuk mund ta rigjej më sepse vitet të bëjnë të tyret, por mundohem edhe unë ta rikthej si edhe juve nëpërmjet regjistrimit asaj kohe. Në klip ti ke pasur Amarda Toskën si figurante. Amen, mos gaboj. Po, Amarda është publikuar për herë të parë në klipin tim tek Tangoja në flutur dhe pastaj ky është klipi i dytë. Që si lindi bashkëpunimi? Se Ame atëherë ka qenë në fillimet e saj, ka qenë një balerin në atë kohë shumë e talentuar. Si ka qenë njohja, po themi, apo kthehesh në kohë, të ka ndodhur ta takosh Amin sot e kësaj dite? Me Amardën kemi pak kohë që si me takuar, por që kemi ngelur miq të mirë. Amarda, siç e thash edhe më përpara, për herë të parë është publikuar në albumin Tango, në Tango një flutur, ka qenë nxënëse në liceun artistik, u përzgjoll nga regjizori Julian Napoloni. Dhe u bë pjesë e dy klipeve të mia të flasim për atë kohë. Dhe ka ngelur në memorien e dëgjuesit të publikut pikërisht nga ato klipe. Një këngë që mua më duket shumë biografike, ndoshta edhe gaboj, është kënga Kthim. Kënga Kthim, pasi unë kisha në fakt vite që nuk kisha publikuar, jo kaq sa kam, se tani kam më shumë që s'kam publikuar. Është një këngë në fakt që i dedikohet vendit, i dedikohet bashkëdhetarëve tanë të cilët vite që kanë emigruar, me shpresën që një ditë do të kthehen dhe do gjejnë atë, do të thonë, shpirtin e tyre që kanë lënë në këtë vend. Absolutisht rrënjët. A ka Ardiani një këngë që i kthehet me dëshirë më të madhe, një këngë të preferuar, apo je si ato artistët që Nuk i ndaj dot janë si gishtat e duarve. Jo, unë i dua të gjithë këngët e mia sepse unë jam pak selektiv në formën, do të thonë gjithçka që kalon nëpërmjet të ndjerit shpirtërisht tek unë është e çmuar, por pa diskutim që mes krijimtarisë që unë kam kënduar, pa diskutim që kam edhe unë preferencat e mia. S'ka si ndodhi ndryshe. Diçka, një këngë më konkrete po themi? Ndoshta një këngë më një titull konkrete. Janë disa në fakt. Është Kështu je ti, Të kam zemër, Diçka mes nesh, Larg, Këngë dashurie. Po, këngë dashurie. Edhe kënga që është kënga Kthim, po ta shikoni, i ngjan një gruaje që kthehet. Është vërtet, sepse ti thua në zemër të mbaj kudo që shkoj dhe kur jam larg e gjithçka që kërkoj. Sepse edhe toka, edhe vendi në brendësi kanë ndjesinë femërore, kanë ndjesinë e një nëne. Është vërtet. Se kur themi femër, flasim domethënë në gjithë aspektet e saj. Diçka mes nesh, flamengo, tango, latine, çfarë do duash, do i ke të gjitha. Jazz, gjitha rrymet muzikore. Këngën e radhës do ta lë ty, ta shijosh, ta moderosh, të pyesësh Ardianin për çfarë të duash, se e di që e ke shumë qejf. Tani kënga e radhës është Kush je ti? Kështu je ti, më fal. Unë çfarë më pëlqen më shumë tek kjo këngë është instrumentale, duke qenë që jam pjesë edhe e artit dhe muzikës, më pëlqen ndërthurja e stileve kaq të ndryshme, por që vinë kaq bukur një këngë. Si frymëzoheni, ndoshta edhe me vllajin tuaj, pasi di që keni një bashkëpunim shumë të ngushtë. Si është punosh me njeriu tënd? Atëherë, Endri, unë bashkëpunoj me tim vlla për shumë vitesh, me Armandin, me Ilirian Mialin, i cili është edhe autori 4 albumeve të mia. Në albumet tona
duke punuar edhe me instrument të gjallë dhe me miqtan, secili nga personazhet fut frymën e tij. Te kjo nuk para gabon sepse në piano duke kalozur Flor Luari, edhe Flori shquej për nuancat e jazzit. Edhe ndoshta prandaj është shumë i saktë që kap lojën brenda, që ka nuancat e jazzit. Po për mua është një këngë shumë e dashur, është një këngë nga ato këngët që çdo këngëtar do ndjej me fat të kishte në repertorin e tij, jo se është kënga ime. Unë duhet të të pyes pak për prapaskenat e klipit, sepse te klipi është shumë i kuruar, fillon me ato tunelin, me ato trenin aty, ti që del shumë misterios fare, ka ato dyert e trenit, po themi. Më thuaj pak do një situatë të lezetshme që mund të shpend, flasim për këtu në 2005, ëh, kanë kaluar shumë vite. Ka kaluar një dekadë, po ta marrim. Klipi është bërë nga regjizori Bledi Laço dhe Pandi. Laço ka bërë skenarin. Aty ka një moment ku djali futet në det. Edhe mos gabofsha ka qenë fundi i marsit dhe deti ishte shumë i ftohtë. Edhe desh Meli, aktori, u fut në det. Do të thënë kjo ka qenë. Pastaj gjatë rrugës, pa diskutim, se ne kemi xhiruar edhe në Korçë, në Dardh. Klipin kur është në disa vende ka ato domethënë prapaskenat edhe historitë e tyre patjetër. Kështu je ti nga Ardian Trepicka. Tani do kalojmë te një këngë tjetër. Të frynera nën këmish. Oh, sa perverse. Është një këngë dashurie në fakt, apo jo? Patjetër, si gjithmonë. Si gjithmonë. Çfarë tregosh më shumë tek në fakt si ka ndryshuar në kohën në 2001 është kjo këngë nëse nuk gaboj. Albumi dhe detin e Kazili. Si këndoi dashurisë në atë kohë? Se ne të rit vëmë re që muzika ka evoluar dhe ka një përqasje ndryshe ndaj dashurisë. Si këndoni ty dashurisë në ato vite? Po ja, për shembull, sa tha tekstin, të frynën në këmish, u thotë, "Oh, është direkt." E ka direkt impaktin. Do na fry pak herën në këmish se jemi vesh të tre në një farë mënyre, ti me polo, unë me këmish, ti me xhaketë, s'ka problem. Ardian, unë e di që ti e do shumë këtë këngën, është pjesë e albumit tënd me motive arbëreshe. Me motive arbëreshe. Në vitin 2001. Më thuaj pak sot e kësaj dite. Çfarë do doje të bëje ndryshe te kjo kënga? Duke qenë se e do shumë, po të bëj kontrapuntin. Jo, nuk do ndryshoj asgjë. Nuk do ndryshoj asgjë. Më lejo të them që para dhe 2 ditësh u publikua dhe në klip me mikun tim Felix Bilani. Nuk do të ndryshoj asgjë sepse jam munduar gjithmonë Elios të jem i vërtet në kohën kur unë fiksoj këngët. Ndoshta po ta këndoja sot, do isha i vërtet, po ndoshta i vërtet në një emocion ndryshe. E kuptoj, se një gjendje emocionale është patjetër. Më thuaj pak si lindi përqasja jote me muzikën arbëreshe? Pra, e njihje më herët, ke bërë studime, si ka lindur? Jo, kur kam qenë disa vite në emigracion, ishte një emision për bashkëdhetarët, jashtë dheut, edhe ishte një fragment fare i vogël instrumental, mos gabosha nga pjesa e parë e këngës Lule Lule Macë Macë. Edhe ajo ka qenë indicia, sepse një bulës duhet për të lindur një diçka, domethënë për te e saj. Tani në fakt do kalojmë te një këngë që është e preferuar e Elios, në fakt. Do shkojmë se Katerina. Katerina. Se Katerina. Nuk e di, por këtë duhet pyes Armandin. Ose më saktë, sa Katerina ke njohur në jetën tënde? Në jetën time, shumë Katerina kam njohur. Që vin duke kënduar. Dëgjoj, sepse më thatë pak më përpara. Si ka qenë dashuria në kohën tuaj, e kupton? E tha, pse mos ta shumëzoj tash unë çik para jush këtë punë. Ta bëj Katerinën pak më moshën tonë. Armandi dhe Liriani e dim se e kanë për Katerinën, unë thjesht e kam kënduar. Kjo ishte Katerina, sensuale, e nxehtë, nomade, gjithçka e ka kjo Katerina. Si duhet të jetë Katerina për Ardianin? Katerina? Dhe jo, Katerinën sa herë unë e këndoj vjen në shumë forma. Tani nuk din cilën Katerinë të them nga. Ai shumë janë, ë? Fakt tani nga Katerina do kalojmë tek S'ma fal dashurinë. S'ma fal dashurinë. A je tip që fal dashurinë ti, Ardian? Besoj po. Besoj po.
Besoj po se në të kundërt nuk do t'i këndoja kaq shumë. Edhe nuk do e ndjeje kaq shumë. Por ata kanë falur në të njëjtën mënyrë dashurinë, siç e ke dhënë. Jo, dashuria është si puna e diellit, lind dhe perëndon. Ka një fillim, ka dhe një mbarim. Patjetër. Ama shjene ka gjithmonë të mirë. As po na kërcet, s'po na kërcet. E si më vjen kjo me një gotë sangria në dorë. Lëre tani, mos e diskuto. Një këngë që unë do të sjell tani, që është goxha e ka hershme, po themi sepse më sa diun ti e frymzuar për këtë këngë në motive të valleve napoletane në muzikë. Arbëreshe, Ilirian Mjali. Okej. Bëhet fjalë për këngën Sonte me natë, që është një këngë kaq mistike, kaq e gëzueshme, kaq allegro, ka të gjitha brenda, e vitit 2005. Edhe këtu ka pasur klip në mos gaboj. Po ka pasur klip sepse ka qenë pjesë e klipit të Miss Shqipërisë, e bërë nga Petri Bozo. Si ka qenë të punosh me miset atëherë? Si me gjithë to Katerina. Mbi doza estrogenit. Jo, çdo periudhë ka pasur spektakle të cilat kanë pasur një lloj influencë në ekranet tona edhe në tregun muzikor, për atë kohë unë falenderoj që kam qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Që kështu jeta është me etapa. Patjetër, dhe realisht ka qenë pas një hapësirë të veçantë, pra ishin këta dhe Ardiani, ka qenë se bëje stil ndryshe në atë periudhë. Nëse sot kemi stile të tjera, atëherë kishim këtë gjën. Dhe megjithëse sonte me natë. Ja, dëgjova çfarë thash, shko në kishë të lash mëkat se u puthem sot me natë. Sa bukur faktën. Tash janë çik thella këto muhabete, po ne do kalojmë te kënga e fundit, që është kënga Larg. Në fakt është e preferuara ime albumit Kthim, edhe për mua është në këngët e preferuara sepse vetë struktura e kësaj si këngë është pak interesante edhe për repertorin tim, në krijimtari, do të thoj si krijimtari e veçantë. Që kështu më lejoni të falenderoj Ilirian Mjalin, Tim Vllar, Armand Trebiskan, të cilët vazhdojnë besojnë akoma, ndonse janë pjesë e imja, por vazhdojnë besojnë akoma për të krijuar do për të. Ardian, para se shkojmë tek Larg, prim pak më afër. Çfarë do të kemi së shpejti? Së shpejti do kemi një album të ri. Me këngë të reja po mendoj. Me këngë të reja, pa diskutim. Tekstet po thua janë gati të përfunduara nga Armandi. Tani fjalën e ka si gjithmonë në Iliriani. Vendosi notat mbi fjalët. Si do jetë koncepti i këtij albumi? Dhe pastaj i fundit unë si gjithmonë. Që interpretoj patjetër. Koncepti si do jetë? Pra ti, si po themi, ti një album e ke me tango, një album e ke me këngë arbëreshe, tjetër me këngë cigane. Pastaj kthehemi pak tek arbëreshe, po në një formë pak më të moderuar, dhe kjo që është me latine për albumin e fundit. Ky si do jetë në koncept në fillim? Të jemi sinqert, akoma nuk po rrit ta kuptoj se ku do shkeli kësa radhe Iliriani. Është një album të cilin e kam marrë me, të themi, jo me ambicje, por me dëshirë për të më risjell në një formë ndryshe, po brenda karakterit tim. Që kështu dhe unë jam aq kurioz sa jeni dhe juve. Mbete për të parë kur do të publikohet ky album, thjesht mos e vono më shumë se një vit, se ti nga këto natyra që na e merr shtruar kur i thon. Shumë kënaqësi që të kishim në studio i dashur. Shumë kënaqësi edhe për mua dhe do më ngeli atrën nëse nuk më thrisin sërish. O patjetër. Live from Tirana.